Të nderuar përfaqësues të mediave, mirë se keni ardhur në takimin e përbashkët të zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit për punë të jashtme dhe diasporë, zotit Glauko Njufca, me ministrin e deleguar për Evropën nga Republika e Francës, zotin Benjamin Haddad. Sot gjatë takimit do të nënshkruhen 5 marrëveshje, më pas do ta kemi deklaratën e përbashkët të dy ministrave. Fillimisht do të nënshkruhet letër e qëllimit për themelimin e komunitetit kosovaro-francez për mbështetjen dhe organizimin e lojrave mesdhetare 2030. Marrëveshja e dytë do të jetë marrëveshja administrative e lidhur me mësimdhënien e gjuhës frënge në Kosovë. Marrëveshje për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështje penale. Marrëveshja e radhës do të jetë marrëveshja për ekstradimin. Për të nënshkruar marrëveshjen e kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Franceze për Zhvillimin dhe Projektin e Lojrave Mesdhetare 2021, ftoj ministrin Hekuran Murati. Falenderojmë dy ministrat për nënshkrimin e marrëveshjeve. Dhe njerë marrëveshja e fundit është marrëveshje kredie ndërmjet Republikës Kosovës dhe Agjencisë Franceze për zhvillimin për projektin e lojrave mesdhetare 2021. Marrëveshjet cilën do të nënshkruan ministri Hekuran Murati me përfaqësuesin e Agjencisë Franceze dhe ministrin e deleguar për Evropën nga Republika e Francës.
Përbashkët. Është kënaqësi e veçantë që e mirëprita sot në ministrinë tonë, ministrin e deleguar për Evropën të Republikës Franceze, zotin Benjamin Haddad. Vizita juaj, Benjamin, është dëshmi e marrëdhënieve të shkëlqyera ndërmjet Kosovës dhe Francës, dy vende që ndajnë të njëjtin vizion për një Evropë më të sigurt, më të bashkuar dhe më të fortë. Franca qysh prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës ka qenë dhe mbetet një partner i rëndësishëm i Republikës Kosovës dhe shtyllë e projektit për integrimin evropian të vendit tonë. Jam i kënaqur sot së bashku me Ministrin e Financave, Murati, së bashku me përfaqësuesin e Agjencisë Franceze për Zhvillim, dhe me mikun tim, Benjamin, nënshkruam këto 4 marrëveshje të rëndësishme, së bashku edhe me letrën e qëllimit, dhe kjo tregon që Franca dhe Kosova, përmes këtyre marrëveshjeve, po ngrisin në një dimension krejt të ri marrëdhënien e tyre bilaterale. Sot e zhvilluam një takim të frytshëm ku diskutuam për forcimin e marrëdhënieve tona dypalshe, bashkëpunimin ekonomik, çështjen e sigurisë dhe zhvillimet e tjera në rajonin tonë. E shpreha mirënjohjen tonë për mbështetjen e vazhdueshme të Francës ndaj Kosovës, përfshirë edhe ndihmën e Francës që është e gatshme ta japë për organizimin e lojrave mesdhetare 2030. Ky është një kontribut që shkon për te mbështetjes praktike. Ajo shprehje angazhimit të dy vendeve tona dhe e besimit të Francës si fuqi qendrore evropiane, por edhe mesdhetare në potencialin dhe në të ardhmen e Kosovës. Kjo ja u jep lojrave mesdhetare 2030 një dimenzion të ri. Diskutuam po ashtu për perspektivën evropiane të Kosovës. Republika e Kosovës e ka dëshmuar për kushtimin e palëkundur ndaj reformave demokratike, sundimit ligjit dhe përafrimit të politikave të saj, edhe të jashtme, edhe të sigurisë me bashkimin evropian. Në një kohë kur Evropa përballet me sfidat mëdha të sigurisë, besueshmëria e projektit evropian varet nga një zgjerim më i shpejtë dhe i drejtë e i bazuar në merita. Kosova ka bërë zgjedhjen e saj strategjike dhe zgjedhja jonë është Evropa, Bashkimi Evropian. Po ashtu diskutuam për situatën e sigurisë në rajon. Retorikat që justifikojnë ose i relativizojnë krimet e viteve 90-ta, siç po ndodhin nga Serbia, janë jo vetëm provokim, po janë të papranueshme dhe të papërputhshme me vlerat e qytetërimit, të paqes dhe të demokracisë dhe nuk mund të kenë vend ato në Evropën demokratike. Paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e të kaluarës, apo mbi thirrjet për përsëritjen e saj, por vetëm mbi të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë. Kosova po investon në sigurinë e vendit edhe të rajonit, gjithnjë në raport me vendet tona aleate, dhe mbetemi të përkushtuar ndaj paqes, bashkëpunimit rajonal dhe dialogut, por edhe ndaj mbrojtjes së vlerave demokratike dhe të rendit ndërkombëtar. Në rrugtimin tonë evropian, ne konsiderojmë që Franca mbetet një partner kyç për Republikën e Kosovës. Duam ta shohim bashkëpunimin dypalsh me Francën të avancojë edhe në sektor të tjerë, sidomos në zhvillimin ekonomik edhe më shumë në kulturë. Roli i Francës në përndërtimin e një Evrope më të fortë dhe për zhvillimin e Ballkanit Perëndimor është i pazavendësueshëm. Prandaj vizita juaj sot, i dashuri Benjamin, është një mesazh i rëndësishëm për themelimin e partneritetit tonë dhe për vazhdimin e bashkëpunimit
në interes qytetarëve dhe të kontinentit tonë. Ju falenderoj edhe një herë për vizitën tuaj në Kosovë. Më lejoni që ta ritheksoj edhe një herë i dashuri Benjamin atë që e ka shprehur si gatishmëri ushtrusja e detyrës së presidentes, zonja Haxhiu, e cila reagoi me rastin e përfshirjes së një pjese të Francës jugperëndimore nga një sasi e madhe zjarresh. Më lejoni edhe një herë që ta shpreh gatishmërinë e Republikës Kosovës që me gjitha kapacitetet që ne i zotrojmë, atë sa i kemi, të qëndrojmë krah Francës dhe të jemi bashkë me ju në përpjekje për shuarjen e këtyre zjarreve. E ardhmja jonë është evropiane dhe së bashku me Francën dhe partnerët tonë do të vazhdojmë të punojmë për një Evropë të sigurt, më demokratike dhe më të bashkuar. Gjithmonë je i mirë se ardhur, Ministër Adat në Kosovë, ndihuni si në shtëpinë tuaj. Sa i përket të gjitha proceseve që pasuan më njëherë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve nga Komisioni i Zgjedhjeve, Kryeministri Kurti më njëherë ju drejtua me një letër të gjitha partive që ishin deri dje në opozit, edhe PDK-s edhe LDK-s edhe AK-s, edhe ata u përgjigjen më shpejt se herave tjera, që u pa se tregon një interesim, kësaj radhe të një natyre tjetër, me atë që pam në muajt e kaluar dhe prej zgjedhjeve të dhjetorit, duket që vullneti i partive kësaj radhe për të mos shkuar në zgjedhje është më i sinqert. Dhe pikërisht për këtë arsye ndodhi edhe takimi me dy partitë, me PDK-n dhe LDK-n, për disa arsye që i shpjeguan AK-ja nuk e pranoi takimin, por ata i dhanë arsyet e tyre, në çfarë kushte prap do të bashkëpunonin. Sa i përket takimeve që ndodhen me PDK-n edhe me LDK-n, u pa një gjë e qartë aty që PDK-ja më shumë qëndron në pozicionet të cilat e kemi parë më mëti. Aty janë pozicionet vjetra që i kemi pa. Edhe ato u shprehen edhe në takim me Kryeministrin Kurti. Kurse sa i përket lidhjes demokratike të Kosovës, përshtypja jonë është që aty përkundër herave të kaluara, kësaj radhe ka vullnet më të madh për ta tejkaluar këtë moment në të cilën ndodhet Kosova. Ka një gatishmëri më të lartë për bashkëpunim nga lidhja demokratike e Kosovës. E unë mendoj që opcionet që dalin tavolinë për arritjen e një marrëveshjeve jam në përpjestim me vullnetin. Sa më i madh vullneti politik, sa më shumë ke gatishmëri me bashkëpunu, edhe më shumë rritet numri i opsioneve për me gjetë zgjidhje, për pozicionet të ndryshme, për përgjegjësitë e ndryshme se si do të ndahen ato. Kurse ato që e kemi parë, sidomos prej zgjedhjeve të dhjetorit, ka pas qenë një blokadë totale. Unë e kam pas thënë edhe atëherë, qëllimi pas dhjetorit ka qenë gjithçysh me shku në zgjedhje. Edhe partitë opozitare nuk shikonin gjë tjetër. Mendonin që përmes metodave artificiale mund të prodhojnë një rezultat tjetër për vetëvendosjen. Por ajo doli shumë minore, shumë le të themi ndryshim minor. Prandaj tash çka mbetet të shihet është zhvillimet e brendshme në lidhjen demokratike të Kosovës. Natyrisht lidhja demokratike e Kosovës e ka krejt, le të themi, autonominë e vet, pavarësinë e vet për me vendos për gjërat e saj të brendshme. Ne nuk jemi këtu as për t'i komentuar ato, as për të këshilluar gjë, sepse lidhja demokratike është një parti që ekziston mëtin në Kosovë, edhe besoj që ata dinë mi rregullu punët e veta, por sa i përket bashkëpunimit me neve, mu ka duk që pas takimit të Kryeministrit Kurti,
me presidentën Osmani dhe me zotin Abdi Gjiku, kryetari i LDK-s, mu ka duk që ka pas kësaj radhe një tjetër natyrë diskutimi për herave të kaluara dhe kjo na ka bërë më optimist se një zgjidhje mund të gjendet së shpejti. Faleminderit. Konjufsa dhe Hadat për deklaratat e tyre. Faleminderit shumë media.